edhe nuk ka më anije iraniane. Përse përket edhe krizës ekonomike, Shtetet Bashkuara të Amerikës po deklarojnë ndihmë ushtarake për të gjitha anijet në mënyrë që Hormuzi mos të bëhet më problematike. Pasi kemi parasysh është pikërisht bllokimi i kanalit të Hormuzit, i cili i jep forcë Iranit në këto momente. Por me sa duket, përse përket teknologjisë së Shteteve të Bashkuara dhe armatimit të Shteteve të Bashkuara, këto nuk janë problematike. Problematika e vetme që ndodhet momentalisht është sasia e madhe e raketave që ka Irani. Prandaj tha 4 javë presidenti Trump. Ishin 4 javë që i duhen që Irani të zbrazë depot e veta ose derisa depot e Iranit të neutralizohen totalisht nga raketat amerikane. Pasi kemi parasysh, siç e tham pak më përpara, në momentin që ata zotrojnë hapësirën ajrore, nuk ka çfarë të ngrej Irani. Deri në momentin që vetë forcat e bashkuara të koalicionit SBA, Izrael, Britania e Madhe momentalisht, po ndoshta edhe NATO më vonë, normalisht nuk shikojnë ndonjë problematik që Irani mund të ngrihet dhe të bëhet në formë kërcënuese, përveç sulmeve tashi, sulmeve aktuale që kanë zhvilluar ndaj vendeve kryesisht flasim Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, që më tepër ngjajnë si sulme terroriste, sesa si sulme të organizuara ushtarake. Rej, shumë analistë ndërkaq që shohin të gjithë të konflikt pra si një përplasje ushtarake, por nga ana tjetër edhe një luftë për ndikim dhe kontroll ekonomik. Si e sheri, mendon se kjo është një luftë pra për dominim në linjën e mesme apo ndoshta për një betejë për energjinë dhe rrugët e naftës? Në fakt, çfarë ja vlen të përmendet tashmë, edhe cila do faktohet mbas 4 javësh, është ridimensionimi gjeopolitik i lindjes së mesme. Po të referohemi çështjeve gjeopolitike, vendi që humbet më shumë nga disfata iraniane është BRICS-i. Është Rusia edhe Kina. Rusia humbet aleatin kryesor i cili ndihmonte në prodhimin e droneve që furnizonte Rusin për të vazhduar luftën në Ukrainë. Kina humbet marrëdhëniet tregtare, sepse Irani ishte pika e lidhjes midis Azisë edhe Europës. Izraeli tashmë rikonfirmohet si superfuqia rajonale në lindjen e mesme. Duke parasysh, mbas luftës 12 ditore, e cila rezultoi të ishte sukses për Izraelin, e mposhtën hapësirën ajrore iraniane. Dhe tashmë me përfshirjen e SBA-ve brenda konfliktit, nëse do vazhdojmë me këtë lloj ritme të cilat janë tashmë, janë gjatë të bëra, pra me vrasjen e liderit suprem, pastaj keni parasysh diçka, lajmi i fundit që doli ishte që Irani për Izraelin ishte një Big Brother. Ata prej muajsh të tërë dinin çfarë do lloj lëvizje, pasi kishin hakeruar sistemin e komunikimit dhe kamerat në Iran. Ata dinin çdo lëvizje. Ata ishin të gatshëm ta vrisnin Khamenein që përpara 6 muajsh. Por pikërisht u zgjodh tani momenti. Pra, kemi të bëjmë me vran kokën e komandës. Për 45 minuta. Është shkatruan komandën zinxhir të gardës revolucionare për 45 minuta, me një sulm të vetëm. Tani të thuhet propagandë që Irani ka shanse mbijetese, është totalisht absurde. Amerika dhe Izraeli, pra politika izraelite, teknologjia amerikane, bashkimi këtyre të dyjave bashk, tregoi që ishte shumë efikas. Nuk kemi të bëjmë ende me një luftë totale, pasi nuk kemi të bëjmë përfshirje ushtrisë, por ama për sa i përket teknologjisë së aviacionit dhe të luftanijeve detare, është totalisht dominimi plot nga Amerika dhe nga Izraeli. E qartë. Mirë, Rej, për ta mbyllur, ndërkaq një nga frikrat më të mëdha është sigurisht që një incident vetëm mund ta përshkallëzojë konfliktin në një nivel shumë të rrezikshëm. Mendon ose cilat janë skenaret më të rrezikshme që mund të ndodhin në ditët ose në javët në vazhdim? Skenari më i rrezikshëm momentalisht që flasim është fakti i një përshkallëzimi të konfliktit përtej rajonit. Pasi deri te rajoni jemi,
Pra është i përfshirë Libani, është i përfshirë Arabia Saudite, është i përfshirë Emiratet e Bashkuara Arabe, është i përfshirë Katari, Irani vetë si shtet, kemi rastin i cili është në perëndim të Iranit, ku janë forcat kurde, të cilat proklamohet se dhe ato kanë nisur një lloj ofensive ushtarake toksore për të rimarrë territoret e tyre. Pra, momentalisht që flasim, kemi shumë aktor politik të përfshirë. Po të marrim parasysh rastin e gjeopolitikës, Kina dhe Rusia janë distancuar nga konflikti. Pasi nga ana tjetër, Kina dhe Rusia kanë hallet e tyre. Kina ka çështjen e Tajvanit, kurse Rusia ka çështjen e Ukrainës. Kemi rastin e Europës, e cila është e dyzuar për sa i përket luftimit. Pra dje kishim presidentin spanjoll, kryeministrin e Spanjës, i cili ishte kundër një konflikti të armatosur. Pra Europa momentalisht, duke qenë se e ka të sanksionuar në politikën e saj që është stabiliteti i paqes, kërkon të vendosë paqe dhe kërkon zgjidhje diplomatike kundrejt ofensivës ushtarake. Për dy arsye. Për shkak se normat e Bashkimit Evropian janë ato të paqes dhe të tolerancës dhe të gjithë të bashkëpunojmë drejt një integrimi të përgjithshëm, nga njëra anë, kurse nga ana tjetër kemi të bëjmë që vetë kontinenti Evropian momentalisht flasim është në një luftë. Dhe nuk e doj përfshirje në një luftë të dytë. Mjafton konfliktin në Ukrainë, prandaj bëhet kërkesa gjithmonë paqe, në mënyrë që të sheshohen sa më tepër konfliktet. Por unë dua të jem optimist, unë jam optimist sepse fatmirësisht edhe e treguar nga rasti i Turqisë, mbrojtja e NATO-s është efikase. Është shumë e vështirë të penetrohet mbrojtja e NATO-s. Pasi kemi të bëjmë me teknologjinë e cila është e financuar edhe nga SBA-ja dhe nga vendet perëndimore, edhe tani të themi të drejtën, SBA-ja dhe Europa din të bëjnë luftë. Kemi vende që kanë gjithë ekzistencën e tyre në luftë. Pra në qoftë se të futemi me Europën, vetëm 80 vite paqe ishin nga lufta e dytë botërore dhe kaluan përsëri në konflikt të armatosur. Pra nuk është kafshat që do ka përdihet lehtë nga ana e Iranit, Europa. Do ishte vetë shkatrim nga ana e Iranit nëse do sulmoheshe Europa. Por ama që a vlen të përmendet deri tani që flasin në këto kushte, pavarësisht se Irani zgjodhi Ajatollahun e ri, pra një lloj tradite e një regjimi autoritar ku u vra babai dhe vjen i biri. Pra praktikisht kemi të bëjmë me një lloj situate që politika e Iranit nuk pritet të ndryshojë tani me ardhen e djalit, se normalisht djali është i favorizuar nga garda revolucionare dhe praktikisht do ndjeki të njëjtën metodologji si babai i tij. Kur ndërkohë kemi të bëjmë pastaj me krahun tjetër, që është Izraeli, të cilët premtuan që edhe ky i radhës, edhe Ajatollahu radhës nuk ka për ta pasur të gjatë në pushtet.